Një ngjarje shumë e rëndë ndodhi 2 ditë më parë në Ksamil, ku është ekzekutuar me thikë një turist portugez. Për të folur për këtë ngjarje dhe mbi çfarë ka ndodhur në Ksamil, si dhe mbi autorët e ngjarjes, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur zotin Eduard Mullaraj. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve që na jepni mundësinë. Avokat, besoj se e ke ndjekur ngjarjen, mund të na thoni diçka më shumë se çfarë ka ndodhur realisht atë natë? Po, atëherë unë e kam ndjekur me shumë interes ngjarjen e ndodhur në Ksamil, pas çka se ngjarja ka qenë e pritej që të ndodhte një ngjarje e tillë. Pritej ndodhte sepse të gjitha emërimet që janë bërë në zonën e jugut, duke filluar nga Vlora dhe deri në Imar, janë emërime të policisë vetëm për çështje parash, korrupsioni. Do thosha për çështje korrupsioni sepse që nga lart piramida deri poshtë kërkon rishfet, kërkon para. Dhe duke ditur mjaft mirë se si është situata në Ksamil. Por jo vetëm në Ksamil, siç është e gjithë situata në Sarandë dhe më tutje. Pse e them këtë? E them këtë sepse të gjitha lokalet që funksionojnë në Sarandë dhe deri në Imar janë lokale që përdorin të gjitha lëndë narkotike. Sidomos klubet e natës, që janë me lëndë narkotike, papet dhe lokalet që funksionojnë. Këto lokale kërkojnë dhe gjoba nga pronarët e lokaleve. Pra, këta drejtues të policisë kërkojnë gjoba nga drejtues nga pronarët e lokaleve, me qëllim që këto pagesa që këta mbledhin, t'ja u çojnë edhe shefa e tyre për emërimet që kanë bërë. Ngjarja e ndodhur në Ksamil, do thosha dhe shkrirja e komisariatit të policisë së Sarandë, tregoj më së miri se sa e kalbur dhe sa e paaftë është policia e shtetit. Kjo polici e cila ne po luftojmë që gjoja të vendoset mbi baza ligjore, por është e pamundur për të vendosur në baza ligjore. Do thosha që në lokalin e Bekim Bullicës, ku ka ndodhur dhe ngjarja, ky është një shtetas me precedent penal. Është një shtetas me precedent të theksuar penal sepse ky është kapur. Jo vetëm këtu, po dhe në Francë. Është kapur për ambajtje pa leje dhe për ngjarje tjera të përdorimit të lëndëve narkotike. E para. E dyta, pronësia e këtij lokali nuk është e këtij, po është e dikujt tjetër. Ky është një shtetas i përkëdhelur nga shteti dhe nga klanet e shtetit që janë fuqi, sepse këto klane e mbronin dhe i kanë dhënë lokali si duket, me qëllim që ky të nxirrte mjaftueshëm fitime nga kjo dhe këto fitime pastaj të përdoreshin për matutje për lëndët narkotike. Ky ka qenë i lidhur me një Endre Axhiu, i cili sot është drejtor për kulturën dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Nga Ministri i Kulturës është vendosur dhe është Kim Benjamin dhe një, do thoshe, i përkëdhelur i Ministrit të Kulturës. Të gjitha të lidhur bashkë në lidhje me korrupsionin, vjedhjen dhe grabitjen, tregojnë më së miri që diku do ndodhte, do flasë një ngjarje. Shefi i policisë na ditë vrasja e një portugezi, ardhja e tropojanëve në Ksamil, lënë mjaft për të dëshiruar. Ky tropojani i ardhur edhe ky ishte me precedent penal të mjaftueshëm dhe të rrezikshëm. Pra, policia asnjëherë nuk i ka vërtetuar këta në ku qarkullonin dhe pse i qarkullon ta njerëz. Por i ka parë vetëm si shtetas pa një të shkuar të kaluar të këtyre.
Ta mbledhur të gjithë Saran dhe në Ksamil sepse atje po shitet, atje është pjesa elitare, do të thosha, e turizmit, dhe atje shitet më tepër kokainë dhe heroi. Shitet më tepër sepse duke qenë pjesa më elitare dhe pjesa më e përkëdhelur e shtetit, dhe fitimet janë shumë më të majme. Lidhja e këtyre të gjithëve bashkë tregon më së miri se sa i kapur është shteti ndaj krimit, ndaj korrupsionit dhe ndaj tregtisë të lëndëve narkotike. Dhe se rezultati gjithave këtyre do të kishim edhe këtë mbrojtjen dhe paaftësinë e këtyre për të mbrojtur shtetasit që vinin për të frekuentuar këtë plazh elitar që është Ksamil, Saran dhe Ima. Të gjitha ngjarjet atje janë shumë problematike që ndodhin sepse në Ksamil ka ndodhur vazhdimisht ngjarje me vrasje. Kjo është një ngjarje në bazë të atyre ngjarjeve që ne kemi parë që para 3 vjetësh ose 4 vjetësh ndodhi një ngjarje me një familje të huaj, ku shtetasi i Ksamilit pretendonte dhe kërkonte të bënte ligjin atje. Pra, tregon më së miri që kapja e shtetit dhe paaftësia e shtetit për të forcuar ligjin dhe për të dosur rendin në të qytet elitar të turizmit. Da se futemi pasaj tek dinamika e ngjarjes. Dinamika e ngjarjes është i rezultat i mosbatimit ligjit, sepse policia private, e cila nuk është për të futur dhe për të përdorur dhunën fizike, por është vetëm për të ruajtur rendin dhe për të koordinuar pasaj me policinë e shtetit për të mbrojtur qytetarin dhe për të deklaruar pasaj të gjitha shkeljet e ligjit që kanë ndodhur në këtë situatë. Përdorimi i armës, vrasja, dhuna ndaj shefit të krimeve, ndihma që i është dhëna policia për ta futur në bagazh dhe për ta larguar, që andej tregojnë mjaft mirë se sa të kalbur dhe sa të lidhur me krimin janë e gjithë kjo polici dhe gjitha punës policie, qoftë të rendit, po qoftë edhe policia private. Pra dhe policia private duhet shkrihet tërësisht, sepse edhe ajo është shkelje e ligjit. Pra këta e vranë portugezin e ndjer që kishte ardhur për të pushuar me shokët e tij, i cili nuk ishte pjesë e konfliktit. Ai ishte futur për ndarë konfliktin e krijuar dhe aty është vrarë, po jo vetëm është vrarë, por është nxjerrë nga lokali pasaj dhe është lënë në një shafbon për të mbuluar të gjithë ngjarjen kriminale të ndodhur në orën 4 të mëngjesit dhe këtë në lokalin e këtij bekim bullicës. Pra, skaneri është mjaft i qartë i kësaj situate mjaft kriminale të ndodhur në Ksamil. Kjo thot, tu janë një dorë e zezë, qoftë nga shteti lart, që nga drejtori i policisë, deri tek polici më i thjeshtë që janë të inkriminuar. Në polici është vënë normë kjo që duhet paguash ke shefi më lart. Shefi më lart duhet paguaj një kuotë mujore tek shefi tjetër deri ke drejtori i përgjithshëm. Pra, kuotat janë të përcaktuara me shkallë për të vajtur deri tek drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit. Të gjitha këto tregojnë që policia është e kapur. Ne jemi pa për të ruajtur rendin dhe qetësinë në një vend siç është Saranda. Prandaj themi që situata është mjaft e nderë. Në fali, dhe kjo tregon më së miri që rendi në Ksamil është mjaft për dëshiruar dhe ishte paralajmëruar që do ndodhte ngjarje. Prandaj themi që situata atje do
përveç atyre 8 arresore duhet të ketë edhe një pjesëmarrje tjetër të këtyre sepse janë mjaft. Mirë po, kjo nuk është vetëm një ngjarje brenda vendit. Kjo është një ngjarje që do të rëndësishë dhe marrëdhëniet politike, diplomatike e jashtë, sepse shteti shqiptar do mbaj përgjegjësi për këtë turist portugez, djalë i ri, i cili erdhi për të pushuar disa ditë në qytetin e Ksamilit dhe për të larguar dhe gjeti në fund fare gjeti vdekje. Pra, shteti portugez do të kërkoj llogari jo vetëm politike, por dhe ekonomike në fund fare për vdekjen e këtij shtetësit të vet. Pra, të gjitha këto do të rëndisin dhe marrëdhënien që kemi ne me Portugalin. Prandaj them që gjendja është e rëndë, kërkon një analizë të hollësishme, por nuk ka kush ta bëj më këtë analizë, sepse them nuk ka kush ta bëj sepse të gjithë janë të kapur në një zinxhir të kalbur njëri me tjetrin ku i japin rishfet, njëri tjetrit i japin lek, njëri tjetrit i japin shesin kokainë dhe heroin me njëri tjetrin dhe të gjitha lokalet atje kanë të njëjtin objektiv, qëllim dhe synim për të shitur sa më shumë dhe janë futur në një konkurrencë për shitur sa më shumë kokainë dhe heroin me qëllim që fitimet të jenë të majme në këtë sezon mjaft të trumbull që po kalon Shqipëria. Avokati në fakt folët për Bekim Bulicën, një emër i njohur për drejtsinë shqiptare dhe për policinë shqiptare. Si shpjegohet që edhe pasi ka pasur disa incidente me personin në fjalë, ai vazhdonte të ishte i lirë dhe mbi të gjitha të ushtronte aktivitetin e tij në një biznes që ka të bëjë shumë me, po themi, me shërbimin, pra, siç janë hotelerit. Po, prandaj tash që këtu dhe shteti është i kalbur, por edhe gjyqësori është i kalbur, sepse ky është kapur jo vetëm parambajtje pa leje. Ky është kapur edhe për incidente në vitin 2025 për Bekim Bullica. Ky dhe pronë nuk e ka vetëm, prona është e dikujt tjetër, po ky ka qenë i mbrojtur nga shteti dhe e ka grabitur të pronë dhe e përdor të pronë, sepse ky paguan harraçin tek ata që janë më sipër. Prandaj thash pak më parë që ky është i lidhur së bashku me drejtorin e mbrojtjes kulturore dhe ky drejtori i cili e mbron Bekim Bullicën, i cili është Endri Axhiu, dhe ky është mjaft mik me ministrin e kulturës. Është mjaft mik me këtë dhe ministri kërkon harraçin në fund, kërkon pagesën. Pra, është një gjop vënie ndërmjet të gjithë tyre zinxhirit, i cili në fund fare përfundon ke ministri. Që thot, ministri e mbulon të gjithë dhe përkrah të gjithë sistem të kalbur të këtyre personave që janë me precedent penal, po nuk është vetëm ky Bekim Bullica me precedent penal. Të gjitha që kanë lokale ose papet e natës në zonën e Ksamilit, të Sarandës deri në Imar janë të gjithë me precedent penal, një pjesë e këtyre. Sepse të thash, atje është një treg i zi që shitet kokaina. Prandaj themi që mbulimi i këtyre shtetasve të lidhur deri tek ministri tregon më shpirti harraçi që këta duhet paguajnë. Pastaj reklama që i bëri policia nëpërmjet kapjes të personit dhe autorit të krimit që ishte futur në bagazhin e një makine me dy turq, nuk është një merit e madhe nga ana e policisë, sepse ai hiku policisë, policia e mbrojti momentin e parë, por kur e pa që u bë një zhurmë shumë e madhe dhe nuk mbuloi dot më ky lloj krimi, atëre
policia vuri alarmin dhe e gjeti me njerë të shtetas i cili është ishte me mjaft të rekorde kriminale dhe ky të ardhur nga tropoja në Ksamil për të kryer këtë vrasje e cila si që thashtë pak më para ishte paralajmëruar si vrasje që ndodhte, sepse Ksamili vit për vit ka pasur ngjarje mjaft të rënda dhe sa vjen dhe po e rëndojnë situatën në këtë qytet mjaft të bukur, duke kryer vrasje dhe krime. Kjo tregon konkurrencën që kanë bandat brenda këtij territori për të zotëruar sa të jetë e mundur tregun e lëndëve narkotike. Dhe këtu prandaj dhe policia është e gjitha e kapur dhe pa për të vendosur rend dhe qetësi, sepse të gjitha kërkojnë rishfet, të gjitha kërkojnë të shesin dronë në lokalet e natës. E gjithë kjo polici ditën pushon dhe natën vete në përto lokale gjoja për të ruajtur rendin dhe qetësinë, por është e detyruar të sheshi dhe vetë policia kokainën, sepse është i kalbër dhe autoriteti i mbikëqyrjes policore. Dhe ky është i pa për të hetuar të gjithë të zinxhir të policisë dhe për ta plasur skandalin e këtyre gjobënieve të vendosura në mënyrë të kontrarishme që nga drejtori i përgjithshëm i policisë deri tek ushtari më i thjeshtë. Pra gjoba që paguan çdo lloj polici sipas gradës është ndërheshje një gjobë që nëse i futet autoriteti i mbikëqyrjes policore do ta verifikojë dhe duhet ta plasë këtë skandal me qëllim që duhet mbyllet një herë mirë ky zinxhir i gjobënieve të vendosura ndërmjet policisë në radhë parë për vetë e tyre dhe pasaj për të gjithë biseset që ushtrojnë aktivitetet e tyre. Vetëm kështu ne do të arrijmë që ta pastrojmë të gjithë shërbimi social dhe të kemi një shërbim të denjë, të kulturuar, të pastër dhe të sigurt për sa i përket çështjes së shërbimit dhe të sigurt nga ana e sigurisë jetësore për të gjithë, jo vetëm për turistët huaj, por dhe për turistët vendas. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve.